Më shumë se 40% e Europës po përballet aktualisht me një formë thatësire, zbuloi përditësimi i fundit zyrtar. Zonat në Spanjë juglindore, Qipro, Greqi dhe zonat në të gjithë Ballkani juglindor janë në formën më të lartë të alarmit sipas raportit të Observatorit Evropian të Thatësirës për periudhën 11 deri në 20 maj, por një paralajmërim për thatësirë është gjithashtu në fuqi në pjesë të mëdha të Europës veriore dhe lindore, pas një pranverë rekord të nxehtë dhe të thatë të shkaktuar nga ndryshimet klimatike. Marsi ishte më i ngrohtë i regjistruar ndonjëherë në Europë dhe disa vende regjistruan marsin më të thatë. Në total 1.6% e 27 vendeve të OBE-s, duke përjashtuar Madeirën, Azoret dhe Ishujt Kanarie, si dhe Mbretëria e Bashkuar është në kusht alarmi. Sipas klasifikimit, kjo do të thotë që bimësia po tregon shenja si dhe toka nuk ka lagështi, gjë që e vendos një zonë në një paralajmërim me rreshje më të pakta se normalja. Situata është veçanërisht kritike në zona mesdhetare të preferuara nga pushuesit si ishujt grek,